Selamu alaikum të nderuar shikues të podcastit të Miftynisë së Tetovës, mesazhe islame. Edhe këtë javë si javët e tjera do të vazhdojmë me mesazhe islame, me tema të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin apo me jetën islame në vendin tonë. Kësaj javë do të trajtojmë një temë e cila ka të bëjë me digitalizimin apo mësimin interaktiv. Me që jetojmë në një kohë ku gjithçka tashmë po bëhet interaktive, çdo lloj mësimi po punohet që sa më shumë të bëhet interaktive, lind pyetja se ku mbeten mektebet e xhamive në këtë pjesë. Do të kemi pyetje të shumta, sa e vështirë është që të zhvillohen mësimet interaktive, cilat janë sfidat, cila është dobia e mësimit interaktiv e kështu me radhë. Pra, tema që do të flasim sot është mektebi në kohën digjitale, nga mësimi tradicional në mësimin interaktiv. Dhe për këtë temë do të flas hoxha i nderuar, i cili është mualim në xhaminë e epërme të fshatit Çollopek, Magjistër Nuri Efendi Gani. Selamu alaikum, hoxha i nderuar, dhe mirë se erdhët në podcastin. Wa alaikum selam, ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësia ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit edhe juve që pranuat jeni pjesë e këtij emisionit. Allahu ju shpërbleft. Amin. Hoxha i nderuar, me që ashtu siç e cekëm edhe në fillim të podcastit që jetojmë në një kohë ku gjithçka tashmë po bëhet digjitale. Çdo lloj mësimi po punohet në mënyrë interaktive, pra që të bëhet mësimi nga ajo tradicionale që kemi mësuar ne dhe gjeneratat para nesh, tash të gjeneratat e reja si duket më së shumti ju konvenon apo është mënyra më e mirë për të mësuar në mënyrë interaktive. Kur themi mektebi në kohën digjitale, çfarë ne kuptojmë saktësisht me këtë term? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Me termin mektebi në kohën digjitale, na jep neve të pranojmë një realitet të ri, generacional, i cili më nuk mund të anashkalohet. Pra, siç përmendet edhe ju, jetojmë në një kohë ku teknologjia më jo pothuajse, po më është bërë 100% pjesë e jetës sonë. Dhe fëmijët tanë po rriten me telefona në dorë, me tableta, me video, me platforma digjitale të ndryshme dhe metoda të reja të komunikimit. Në krahasim nga ne, si prindër, si edukator, apo drejtues të ndonjë institucioni, ne jemi rritur me libra, me fletore, me mësim tradicional. Ndërsa teknologjia tek ne është bërë pjesë e jetës sonë pak më vonë. Pa na ka kapur neve edhe pjesa e vjetër, po edhe pjesa e re e teknologjisë. Kështu që këto fëmijë tani janë me atë termin nativ digital, të lindur me teknologji dhe bëjnë pjesë, rriten me këtë teknologji në një botë i cila ka shumë informacione brenda. Dhe informacionet këta i marrin shumë shpejt. Komunikojmë aty për aty. Dhe ata janë në gjendje të mësojnë, të studiojnë, të kuptojnë dhe të komunikojnë shumë më ndryshe nga gjeneratat e mëhershme, nga vetë gjenerata jonë e cila ka qenë më herët. Prandaj, kur flasim për mektebin në kohën digjitale, nuk do të thotë që ne të humbim misionin e mektebit bazë, të largojmë traditën. Si ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam, inna ma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Pra, esenca, qëllimi, thelbi kryesor i mektebit është morali. Pra, në mekteb ne mësojmë edukatën islame, e mësojmë moralin dhe mësojmë dashurinë për fen. Kështu që me ndryshimin e ri, pra ajo e vjetra, temeli ruhet, ndryshojnë metodat, qasjet pedagogjike që mësimi të jetë sa më afër këtyre fëmijëve. Që mektebi e ka edhe bazën zanafillën daton prej kohën e pejgamberit alayhis salam. Por prej atëherë deri më tani ka ndryshuar gjithmonë metoda e mësimdhënies. Por qëllimi ka qenë gjithmonë i njëjtë. I njëjtë qëllimi, pra morali, të ofrojmë moral të brezat e rinj. Gjithashtu, mektebi në kohën digjitale në kupton që ne të përdorim teknologjinë në mënyrën e mençur. Të dimë se kur duhet të përdoret dhe kur nuk duhet të përdoret. Dhe me qëllim për ta bërë mësimin më atraktiv, më interesant dhe më të afër te ata fëmijë të brezat e rinj, duke i ndihmuar në një botë e cila është plot informacione të ndryshme, ne do i ofrojmë ato informacione të sakta, të mira, që ata t'i marrin dhe t'i përjetojnë në jetët e tyre. Pra, mesazhi kryesor i besimit i mektebit do të ngele gjithmonë i njëjti. Vetëm ne duhet të ndryshojmë në metodat që atë përcjellje të mesazhit, atë mision që na ka dhënë pejgamberi alayhis salam, ta përcjellim edhe tek gjeneratat e reja që ata këtë pjesë mos e humbin as pak. Mos e kenë problem.
O gjendëruar, me që jemi te mësimi tradicional dhe mësimi interaktiv, a nuk kupton kjo se mësimi tradicional tashmë nuk është i mjaftueshëm, apo vazhdon, domethënë ta ketë rolin e vet, mirë po në këtë proces themi edukativ. Po. Mirë po, domethënë e luan rolin e vet apo nuk është vetëm më i mjaftueshëm kohët e sotshme. Shpeshherë kur flasim ne për mësimin interaktiv dhe përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie në mektebe, parashtrohet dhe paraqitet një përshtypje tek njerëzit se metoda tradicionale më nuk na duhet, nuk është e vlefshme, nuk ka nevojë të marrë pjesë më në mësimdhënie. Po kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është që neve na duhet tradita të ruhet. Nga se nëpërmjet traditës ne e kemi arritur të ruajmë këtë mekteb. Pre kohës pejgamberit alayhis salam e deri më sot. Pra ne duhet të mundohemi që mektebi në fillim është ndërtuar mbi atë raportin mualim dhe nxënës, mësimi ballë për ballë njëri me tjetrin, përsëritja e mësimit, korrigjimi i shqiptimit të shkronjave të Kuranit, edukata islame, morali, respekti, nderi, gjitho janë ndërtuar me traditën dhe kjo duhet të ruhet deri sa të ekzistojë kjo botë, derisa të jenë aktive mektebet në vendin tonë. Por teknologjia duhet të aplikohet me qëllim që këta nxënës, këta fëmijë të ndihen të afërt me të. Pra, teknologjia të jetë si një mjet i cili do i ndihmoj edhe mualimin, po edhe nxënësit, edhe fëmijët, Po edhe prindit. edhe prindit po ashtu, edhe prindit t'i afroj sa më afër mësimit. Pra, mësimi interaktiv nuk është të largoj traditën, por të jenë afër njëra tjetër, të krijohet një balancë mes tyre. Pra kur bëhet fjalë a të zgjedhim traditën, a të zgjedhim teknologjinë, duhet të zgjedhim të dyjat. Aty ku është tradita më e fortë, ku ka mësimi më efektiv, a duhet të ruajmë. Por nëse në anën tjetër e shohim se teknologjia, metodat e reja të mësimdhënies edhe i kemi në përshkolla prezente, ka rezultate të mira, pse të mos e marrim të aplikojmë edhe në mësimdhënien në mekteb? Dhe kjo dhe kjo na jep neve një të mirë. Pra e ruajmë edhe traditën, por e aplikojmë edhe teknologjinë moderne digjitale nëpër mektebet tona. E ruajmë, domethënë qëllimin, por e ndrojmë metodën Po. për të arritur sukses. Hoxha nderuar, me që jemi te kjo temë, unë vet ashtu si edhe ju, jam mualim, ka një vit që kur kam filluar gradualisht ta implementoj sistemin interaktiv. Dhe të mësimi shkronjave e kemi parë që elifbaja e Kuranit e kemi bërë domethënë në mësimin në mënyrë interaktive me inqizim zërit e kështu me radhë. Këtë vit më një herë kam vërejtur dallimin të mësimi i nxënësve, domethënë edhe dallimi se sa më shpejt i mësojshin shkronjat se sa gjëratat e kaluara. Mirë po, në lind pyetja, çfarë e bën këtë mësim kaq të rëndësishëm dhe çfarë dallon mësimin interaktiv nga mësimi tradicional? Mësimi interaktiv është jetik, është i domosdoshëm për këto gjenerata të reja. Tham, sot këto gjenerata ka marrë disa emra të ri. Shpeshherë edhe në rrjetet sociale edhe nëpër internet e flitet që kjo gjenerati takon gjeneratës Z, Gen Z, apo gjenerata Alpha, do dalin edhe terme shumë të ndryshme. Por këta, nëse mësimi është frontal, ku në qendër të vëmendjes gjithmonë është mualimi, nuk është nxënësi, ata përqendrimin që e kanë në mësim do hupin menjëherë, bëhen dëgjues pasiv. Dhe ai të ndëgjon disa momente dhe nuk e tërheq diçka, nga se ai është rritur me klikime, është rritur me telefon në dorë, është rritur me tablet, është rritur me video. Dhe kjo e bën që mësimi interaktiv e vendon nxënësin, fëmijën në qendër të vëmendjes. Pra, e nxit fëmijën që ai të pyes, të mendoj dhe të lidhet emocionalisht me temën e cila ligjërohet në ato orë mësimi. Dhe kjo është thelbi kryesor i besimit islam nëpër mektebe, që fëmia jo vetëm të mësoj teorinë, por të ndjejat, të jetoj, është pra udhëzim për të jetuar. Dhe këtë më së miri na tregon edhe pejgamberi alayhis salam kur është pyetur Hazreti Aisha se çfarë është morali i pejgamberit, çfarë ka qenë morali i tij, dhe ajo ka thënë është Kurani i gjallë. Dhe kjo neve na mëson që pejgamberi alayhis salam islamin, fen, Kur'anin nuk e ka përcjellur vetëm si fjalë,
por e ka shndruar, e ka kthyer në jetë edhe në vepër. Dhe qëllimi jon me mësimin interaktiv nuk është që ne vetëm fëmijës t'ia mësojmë leximin e Kuranit, ti memorizoj suret e shkurtra, ti memorizoj, ti mësoj rregullat e përgjithshme fetare, por ai ti ndjej dhe ti përjetoj edhe në praktik, jo vetëm si pjesë e teorisë. Bën pjesë e jetës të Po, përditshme. dhe kjo e bën shembull kur vendohet fëmia në qendër të vëmendjes, atëherë mualimi një temë të përgjithshme mund të filloj vetëm me një pyetje, me një gjë. Duke thënë se shembull të e marrim, nëse do të ishte tema e aditshme në mësim, në mektep, të flasësh për ndershmërinë. Në vend që mualimi të zgjeroj për kufizime të ndryshme se çfarë është ndershmëria, ai mund të filloj me një pyetje të shkurtër, duke u thënë, çfarë do të bënit ju kur jeni duke ardhur në xhami, duke ardhur në mektep, dhe gjatë rrugës gjeni diçka me vlerë të madhe? Si do reagonit? Dhe në ato momente fëmijët aktivizohen, të mendojnë, të analizojnë. Dhe në ato momente do të dëgjosh përgjigje të ndryshme. Se kur është vetëm një pyetje në fletore dhe mund të jetë përgjigjja e njëjtë tek secili, ndërsa në momentin kur bëhet interaktive, përgjigjja e tyre është e ndryshme. Nëse një nxënës përgjigje do e marr dhe do ja kthej pronarit, nxënësi tjetër do thotë që unë do e marr, do e kthej te dyqani, apo do të lajmëroj prindrin, do e lajmëroj mualimin. Pra do të gjesh metoda të ndryshme, përgjigje të ndryshme nga vetë nxënësit. Pra do të zhvillohet të menduarit më ndryshe, më i thjeshtë. Pra bëhen gjithë aktiv, janë pjesëmarrës në mësim. Dhe është një gjë shumë interesante, ka edhe studime të shumta rreth kësaj. Kam qenë edhe unë vetë dëshmitar me disa nxënës në mektep, të cilët në mësimin tradicional që është përdorur më herët, po edhe në disa shkolla që përdoret, jo se nuk janë punëtor arsimtarët, por metoda e mësimdhënies është e tillë, nxënës të cilët kanë mësuar tradicionalisht në mënyrën frontale, metoda frontale, me qendër të vëmendjes në arsimtarin, në mualimin, kanë qenë të dobët, me sukses të dobët. Në momentin kur shndrohet mësimi bëhet interaktiv, ata fëmijë që i shohish në shkollë me sukses të dobët, në mektep bëhen me sukses të shkëlqyeshëm. Pse? Ata duke u përdorur ti prezantime të ndryshme, video incizime dhe orën e bësh të jetë aktive, atëherë ata fëmijë fillojnë të përqendrohen më së tepërmi. Se thamë edhe më herët, shikojnë telefonat. Dhe edhe ne kur e marrëm telefonin, përqendrohemi shumë më shumë nga ajo muhabeti i thjeshtë që e bëjmë njëri me tjetrin. Kështu që edhe fëmijët përqendrohen më tepër dhe përfitojnë dituri, njohuri më shumë dhe bëhen aktiv. Dhe ai fillon të mësoj më shumë, ti mbajnë mend sendet edhe më mirë. Dhe kjo është ajo pjesa kryesore se pse mësimi interaktiv e bën më atraktive dhe më të përqendrueshme nxënësit me të menduarit, me të logjikuarit edhe kështu me radhë. Faleminderit, o nderuar. Me që jemi të mësimi interaktiv, po jap një shembull edhe unë. Para se të vendosim përdorim aplikacionin e Elifbas, shpeshherë gjatë të hënave, kur vinin nxënësit me këtë, arsye e parë që ishte nuk kam qenë në shtëpi dhe nuk e kam pasur librin me vete. Prej momentit kur është implementu aplikacioni Elifbas, këtë arsye do të thonë ka një ska arsyetime ma, ska arsyetime s'ka ma. Nuk e kam dëgjuar për arsye se e kanë në telefon me vete. Kudo që shkojnë librin e kanë me. A do shkojnë te dajallarët apo misafir diku tjetër, non-stop e kanë me veti e kanë ata. Edhe kjo është diçka e cila ndihmon më vërtet shumë në zhvillim dhe në mësim. Dhe një është një situatë tjetër është po ashtu metoda interaktive e mësimit në mektebe bën edhe një eliminim të frikës, të paragjykimit. Nëse në metodën e vjetër, tradicionale, kur fëmia, nxënësi është ngritur para klasës, të hape përgjigje për ndonjë pyetje, dhe ai më njëherë fillon dilemën e mbrëmshme. Nëse ka qenë prej fëmijëve pakës të mbyllur dhe nuk e di, ndoshta e din përgjigjen e saktë, por nga frika, nga paragjykimi se çfarë do ndodh nëse e gabon, çfarë do thonë shokët e tjerë, si do i përgjigjet arsimtari apo mualimi, pse e tha kështu apo ashtu, ndërsa metoda interaktive, implementimi i teknologjisë nëpërmjet kuizeve, video incizimeve, prezantimeve që i përgatit mualimi, atëherë ai fëmijë ndihet i lirshëm
Dhe nëse e gabon, nëse ka opsione të zgjedhje A, B, C, dhe e zgjedh njërin se mendon se kjo është më e mirë, kur e gabon, kërkon përsëri të marrë pjesë më aktive, ta gjejë përgjigjen e saktë dhe nuk ka frikë. Ato paragjykime të cilët janë i zhduk mësimi interaktiv. O nderuar, a mund të japësh një shembull më të plotë, domethënë se si një temë me këtë, për shembull 5 kohët e namazit, mund të bëhet mësim interaktiv? Po, në formën tradicionale, kur e marrim të bëjmë edhe krahasimin e këtyre, e shohim që mualimi do ligjeroj, do përgatit temën vetëm ai si ligjerues, ndërsa nxënësit vetëm dëgjues. Dhe do i tregoj në fillim se kushtet e islamit janë 5 dhe do ndërhyj edhe te pjesa e namazit, ku do i daj kohën e namazit, është sabahu, dreka, ikindia, akshami, jacia, janë këto rekate, edhe përfundon orën edhe mbyllet. Nxënësit mbushen me informacione të shumta. Dikush mund është më i aftë t'i mbajë mend, ndërsa tjetri deri dikundi mund t'i haroj. Duhet përsëri edhe një herë t'i sqarohet, t'i mësohet, ndërsa mënyra interaktive e bën, si thamë edhe më herët, me disa pyetje kyçe. Dhe në fillim u thua fëmijëve, unë shpeshherë për veti e përdori këtë gjë kur bëjmë sqarimet e kushteve të islamit, gjithsesi 5 shtyllave, prezantojmë në PowerPoint duke përdorur projektore, tabela interaktive kështu me radhë që i kemi nëpër mektebe tona, paraqesëm shtëpinë. Dhe themi kjo është një shtëpi e cila është ndërtuar me shtylla. Po. Dhe kjo është ka bazën e fortë. Tani, në qoftë se ne kësaj ja hekim një shtyllë, çfarë ndodh? Edhe atëherë fillon kyçja, aktiviteti i fëmijëve duke dhënë përgjigje të ndryshme. Normal, dikush do të rrëzohet, nuk do të jetë stabile e kështu me radhë. Dhe kur vish te pjesa të sqarosh se çfarë e bën namazin atraktiv, çfarë e bën njeriu kur e fal namazin, si ndihet ai njeri, pse e fal namazin. Dhe disa pyetje të ndryshme, fëmijët fillojnë të japin përgjigje vet. Pra, edhe ti si mualim ndihesh i kënaqur, ndihesh edhe ti pjesë e asaj. Dhe fëmijët japin përgjigje të ndryshme, të tregojnë që njeriu nëse e fal namazin është i mirë. Paraqitet para opinionit se është njeri i mirë, kuptohet. Namazi do e largoj njeriu nga veprat e këqija. Do të afroj me Zotin. Do të afroj me Zotin. Më thon, lloj-lloj përgjigjesh do të presish nga fëmijët dhe ajo orë e mësimit bëhet interesante, bëhet tërheqëse, nuk bëhet monotone. Realisht, aq sa mësojnë ato nga ne dhe ne mësojmë prej. Po. Shofësh mënyrën se si janë të aftë të përgjigjen. Bësh edhe ndonjëherë ndalesh, bësh edhe krahasime kur ke qenë ti fëmijë në mektep, kur ke qenë ti fëmijë, si ke menduar, si ke reaguar. Prandaj thash, edhe vetë ndonjëherë kur e kthesh kohën pas, e shohësh në mektep ke ditur disa gjëra, por thash nga frika nuk e pasur guximin të marrësh të përgjigjesh. E ke marrë ti ngresh gishtat dhe pastaj e ke ul. Në këtë mënyrë të gjithë nxënësit bëhen të barabartë. Të gjithë aktivisht marrën pjesë në mësim dhe bëhen pjesë e mësimit. Dhe ajo i bën ata që pastaj të diskutojnë edhe njëri me tjetrin. Ti pra mund të bësh edhe atëherë në moment edhe quiz, se cilën prej këtyre shtyllave ju do e zgjidhni, apo cilën prej këtyre namazeve e preferoni më shumë. Dikush do zgjedh namazin e sabahut se është më i shkurtër, dikush do zgjedh namazin e yacis se është më i gjatë, e kështu me radhë. Pra bëhet orë interesante, orë atraktive, por me qëllim të vetëm të përfitojnë nxënësit, që mësimi të jetë sa më afër tyre, Islami të jetë sa më afër tyre, që ata pastaj të e aplikojnë edhe në jetën e përditshme. Hoxha nderuar, çfarë roli luan teknologjia në mësimin interaktiv? E gjithë kjo që e përmendën deri më tani për të realizuar mësimin interaktiv nëpër mektebet tona, normal nevojitet teknologjia. E tani teknologjia duhet të përdoret si një mjet, jo qëllim. Ta kemi teknologjinë e cila do i ndihmoj mualimit që ai nëpërmjet përgatitjes së vet, nëpërmjet prezantimeve vizuale, nëpërmjet disa fotografive kështu me radhë, që të afroj mësimin nxënësve. Dhe kur u afron në këtë mënyrë, atëherë nxënësit bëhen të përqendrueshëm më shumë në mësim. Nga se ora më nuk është e lodhshme, nuk është monotone. Fitojnë një bindje më të thellë
duke e ndjekur mësimin, nga se ka në islam kemi edhe në mektebi kur i sqarojmë disa tema jena abstrakte dhe ai fëmijë nuk mund të imagjinojë se çfarë mund të jetë ajo. Kështu që ti nëpërmjet fotografive, videove ja ofron dhe ai zhytet në atë dhe fillon të e kuptoj edhe sa më mirë. Po ashtu ai fëmijë fiton edhe motivimin, fiton edhe guximin dhe bëhet aktiv në orë, sepse ora është tani më tërheqëse. Dhe më kryesorja e gjithë kësaj është se fëmijët bëhen të lidhur sa më shumë me fenë islame. Dhe kjo është ajo qëllimi kryesor që ne duhem të arrijmë, që feja të mos jetë për fëmijët diçka e vështirë, diçka e largët, por të jetë feja diçka e bukur, e dashur dhe e afërt në mes tyre. Që mualimi kur di përgatit audio edhe video incizimet për nxënësit, si për shembull për namazin, për abdestin, apo histori të pejgamberëve të tjerë, atëherë ato do të zhyten më shumë. Ne kemi vërejtë ndoshta edhe ju vetë, kur se kemi vetëm një video të jetës pejgamberit alayhis salam të animuar dhe të dubluar në gjuhën shqipe. Fëmijëve më herët kur ua kemi sqaruar se jetën e pejgamberit alayhis salam, deri diku dikush i ka kuptuar, dikush jo, vetëm ka marrë disa informacione bazë, datën e lindjes, emrin e nënës, emrin e babës edhe kaq. Ndërsa në filmin kur e kanë shikuar, dhe ka pasur momente kur kanë qeshur, ka pasur momente kur janë serioz, më thënë si është zhvilluar dhe si është përgatitur ai film, po, edhe ata e kanë mësuar më në detaje jetën e pejgamberit alayhis salam. Nuk kanë haruar asgjë. Dhe kjo teknologji neve na mundson që mësimin t'u afrojmë sa më mirë këtyre fëmijëve. Po ashtu, teknologjia jo se vetëm fëmijët do përfitojnë. Thatë edhe ju më herët, përfiton edhe mualimi, sepse komunikimi tani me prindërit është më i lehtë. Po ashtu edhe prindërit me mualimin. Nëse ti si mualim nuk e dhën detyra fëmijëve, ndonjëherë e lajmëron prindërin. Kështu. Fëmijës tënd i ka dhënë këto obligime, këto detyra, se duhet t'i përgatis. Ose prindi e pyet mualimin, kam disa paqartësi se fëmijë nuk mund të lexojë një pjesë të Kuranit apo nuk ka të qartë atë mësimin e cilin e keni diskutuar apo do një shkronjë, se nga se disa prindër dinë të lexojnë, disa nuk dinë të lexojnë. Por lehtësimi ku është? Kemi Kuranat të cilët vinë nga Turqia, të botuar në kontrollin e Ministrisë për çështje fetare të Turqisë, Kuranat që tani më në vendin tonë janë bë më të përdorur në krahasim nga ato që ne kemi përdorur të Medines, të Mekës në të kaluarën. Pse? Fonti është i përshtatshëm, është i lexueshëm dhe në çdo faqe ka QR kod që fëmia mund të skenon dhe atë paqartësi e ndëgjon nga audio incizimi i Kuranit dhe e kupton mësimin. Pra, ja lehtëson edhe fëmijës. Dhe në këtë mënyrë, nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet mësimit interaktiv, ne e krijojmë edhe atë trekëndshin didaktik, mësues, mualim, prind dhe nxënës. Dhe kjo është qëllimi më i madh dhe më kryesor që ne mund të arrijmë nëpërmjet teknologjisë. Një trekëndësh që zhvillon fëmijën dhe ja mundson që të arrijë një shkallë të bukur të mirë moral. Hoxhë nderuar, me që tash vetëm gjithçka gjendet në ekran. Kjo kohë që jetojmë ne, ku gjithçka është në ekran, gjithçka është digjitale, a rrezikohet mualimi që ta humbas rëndësinë e tij mësuesin përgjithësi? Po, është menduar për këtë, edhe në për studime të ndryshme për shkollat, në fillim se ata kanë qenë të parat çdo shkollë, çdo institucion arsimor, është munduar të implementoj këto metoda të reja, por asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk do të vijë në rrezik roli i mualimit, rëndësia e tij. Jo se do të ngel pa punë, por roli i tij si përgjegjës kryesor, ai do të bëhet edhe më kyç në këtë mësim. Pse? Sepse ne kemi informacione të lloj-llojshme në internet. Dhe teknologjia na jep gjitha neve. Kemi krizë morali. Dhe mualimi është ai i cili do e drejtoj nxënësin, fëmijën se cilët informacione janë të mira, të sakta, dhe cilët duhet të aplikohen në jetën tonë. Pra, ne mund të marrim në teknologji, kërkojsh se
si falet namazi. Dhe interneti të jep përgjigje të saktë se sa kohë ka, si falet, çfarë lexohet, ku lexohet. Ose kohëve të fundit e pyesësh ChatGPT-n si falet namazi i drekës dhe të jep përgjigje të saktë. Por dashurinë për namazin ta jep vetëm mualimi. Shembullin e mirë të moralit e fiton vetëm nëpërmjet mualimit. Pra, thelbi kryesor që thamë i mektebit është e morali, dhe kjo përfitohet vetëm nga ana e mualimit, nga se teknologjia nuk mund të zaventësoj mualimin, teknologjia nuk mund të edukoj zemrën e njerëzit. Ka një shembull shumë interesant të një autori amerikan, Daniel Goleman, i cili ka shkruar një libër Inteligjenca emocionale. Dhe kjo ndërlidhet edhe me atë, nga se një kohë të gjatë është menduar se inteligjenca mendore e logjikës mbizotron mbi të gjitha, sikurse që është sot teknologjia. Teknologjia bazohet në gjithë këtë probabilitetin se çfarë është më e mira të zgjidhet me përqindje. Ndërsa ki e shkruan librin dhe në atë librin e tij e përcjell një mesazh, një ndodhi e bazuar në fakte reale, ku një tren del nga binarët e vet dhe bie në ujë. Dhe në ato momente kanë qenë prezent baba, nëna dhe fëmijë i tyre 11 vjeçar. Inteligjenca mendore e logjikës të jep që shanset për shpëtim të prindërve janë 99%, ndërsa fëmiu të mbijetojë është 1%. Çfarë ndodh aty? Baba dhe nëna e marrën fëmijën, e nxjerrin nga uji, e shpëtojnë, e japin jetën e tyre. Ata vdesin, fëmiu me 1% mbijeton. Pse? Është ajo dashuria, është ajo edukata, cilën teknologjia asnjëherë nuk mund të jep. Prandaj roli i mualimit në këtë kohë moderne, në këtë kohë digjitale është shumë i nevojshëm dhe shumë i rëndësishëm, se vetëm ai mund të drejtojë, të orientojë fëmijën drejt rrugës së drejtë. Të edoj fen, të edoj namazin, të edoj Allahun xhaleshanuhu. Është ndëruar me që edhe vetë thatë se ju vetë se më keni filluar me implementimin e mësimit interaktiv në mektebin tuaj, dhe mund të na tregoni cilët janë sfidat kryesore për të arritur këtë çështje, do të thënë për të arritur digitalizimin e mektebeve dhe si mund t'i kalojmë këtë sfida. Po. Në fillim kur kemi filluar të implementojmë këto metoda të reja, normal që njeriu hasën në sfida të ndryshme, por do i kisha rumbullaksuar në 3 kyçe, në 3 kryesore. E para është në fillim hasish në mungesë të pajisjeve. Jo të gjitha mektebet janë të pajisura me teknologji moderne. Jo të gjitha mektebet kanë laptop, kanë kompjuter, kanë projektor. Sot është prezente dhe më së shumë që përdoret janë tabelat interaktive. Dhe çdo gjë prej tyre ka kosto të madhe. Dhe jo çdo mektep i ka këto në fillim. E dyta është mungesa e trajnimit. Ne kemi mualim shumë të mirë, por nuk janë ballafaquar me këtë pjesë, nga se tham metoda tradicionale është e mualimit e ligjeron, e mbyll orën, ndërsa metoda interaktive e çon mualimin, e detyron mualimin të përgatitet veçanërisht për atë orë mësimi. Nga se ti jo se s'ke njohuri, ti i di gjitha sa i përket të çështjes mësimore, ke plan programin, por duhet të bësh përgatitje, si do zhvillosh orën, çfarë do flasësh në fillim, si do të jetë prezantimi, a do të përdorish video apo nuk do të përdorish video, kur do të parashtrohet pyetja, do të thënë kërkon një përgatitje më të madhe. Dhe këtu neve është ajo pjesa mungesë e trajnimit të mualimeve në përgjithësi. Pra, kur ka mungesë, atëherë është një sfidë që ne duhet ta tejkalojmë, të fillojmë të përgatisëm dhe të mendojmë si t'i trajnojmë mualimet tonë për të integruar, për të implementuar teknologjinë moderne në për mektebet tona. Dhe e treta është shumë e rëndësishme, është mungesa e aplikacioneve dhe përmbajtjeve cilësore posaçërisht në gjuhën shqipe. Në internet tham ka lloj-lloj aplikacionesh, lloj-lloj materiale, por jo të gjitha janë të përshtatshme për mektebin. Mualimi duhet në fillim të hulumtoj, të kërkoj, se ndoshta ka disa tema, por nuk i përshtaten plan programit që ai e jep në mekteb. Ka disa çështje të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijëve në mekteb. Dhe ka informacione të cilat nuk janë edhe të sakta islamikisht, para burimet nuk janë të verifikuara.
Dhe kjo na jep neve një sfidë të madhe që ne gradualisht të fillojmë të punojmë për të përgatitur pjesën tonë. Ajo që është më kryesore, neve na duhet të kemi atë tonën, të kemi atë zyrtaren, të ketë muftinia zyrtaren të veten, apo riaseti të ketë zyrtare të vetë, programe zyrtare, të cilët gjithë mualimet do drejtohen aty dhe ajo është baza kryesore, nuk ka dilemë dhe gjithçka do të jetë e përshtatshme për çdo fëmijë. Për arsye se kur është, domethënë, gjithçka digjitale, kërkon në rrjetet sociale, aq sa janë lehtësuese informacionet, ndonjëherë janë edhe të stresuese. Po, normal. Përse jo çdo burim është i verifikuar dhe jo çdo burim është i saktë. Ai fëmijë mund të marrë atë informacion dhe të ndërtohej nëpërmjet asaj. Dhe kjo e bën atë të rrezikshme. Kështu që ne për të kaluar këto sfida, neve na duhet një plan gradualisht të shkojmë, një plan gradual. Sikurse që Islami ka ardhur gradualisht shpallja, nuk ka ardhur me njëherë, ashtu edhe ne duhet të përgatitemi në këtë formë. Po si? Të krijohet një bashkëpunim midis muftinive, gjithësisht muftinisë son, me xhamit, që ti furnizojnë me pajisje elektronike, moderne, teknologjike, gjithçka çfarë është e nevojshme më e mira. Nëse ne jemi në gjendje të ndërtojmë xhamia me miliona, me gjysmë milioni, pse të mos investojmë pak euro deri 2.000-3.000 euro, mos të përmendim numra, por me pakës këto e ndërtojsh në gjeneratën e re, që qëllimi i xhamisë nuk është vetëm për të u falur, por këtë gjeneratë të re, ajo duhet të ruaj xhamin pastaj. Nëse ti nuk e edukon, nuk e drejton si duhet, ai pastaj nuk do të vijas në xhami, kot që e ke me miliona xhami. Kështu që na duhet të krijojmë një bashkëpunim që të jemi përgjegjës, edhe ata të cilët e menaxhojnë xhamin, por edhe muftinia të insistojë që çdo mektep të mundohet të pajiset. Ne elhamdulillah kemi plot mektebe të cilët kanë filluar të pajisen, por të jenë gjithë barabartë. Jo një mektep i avancuar, një i lënë pas dore. E dita është trajnimet, të krijohen dhe të mbahen seminare dhe trajnime të rregullta. Se jo e kemi mbajtur një seminar në një kohë edhe përfundon gjithçka. Teknologjia hecën non stop përpara. Krijohen dhe paraqiten forma të ndryshme. Tani shiko, ne jemi duke folur për implementimin e metodës interaktive nëpër mektebe, që në shkolla veç është aktive kjo. Tani ka ardhur koha që ne duhet sa më shpejt të jemi në hap me kohën, me teknologjinë, nga se ka filluar të kyçet në jetën tonë inteligjenca artificiale. Tani ministritë, shkollat po mendojnë se si të i përdorin, se sa janë të mira, aq edhe të rrezikshme. Dhe nëse ne jemi pa përgatit, atëherë nuk e di si do ja dalim pastaj deri në fund. Dhe se përket mungesës aplikacioneve, si sfidë e tre që ishte për ta tejkaluar këtë, kam menduar ndonjëherë që ka zgjidhje të shumta, por unë do ndalem vetëm në 2 zgjidhje bazë. E para është atë që përmendet edhe ju, që keni punuar në Elif Bajen. Keni një përgatitje të tillë për të mbajtur mësimin interaktiv. Por të marrim edhe nga të tjerët. Unë i kam disa të mijat, dikush tjetër ka disa përgatitje të tjera të ndryshme dhe ti mbledhëm gjitha dhe të bëjmë një zyrtare. Një program zyrtar për një program zyrtar për të gjithë. Po në momentin nëse ne nuk kemi mjaftueshëm të tilla, ekzistojnë në internet aplikacione të ndryshme, por edhe mund të krijohet një bashkëpunim ose partneritet. Si për shembull, ekzistojnë programe aplikacione të cilat shumë janë atraktive dhe ja lehtësojnë punën edhe mualimit për të mbajtur mësime, për të bërë quize. Është programi aplikacioni Kahooti, është Wordwally, Lumio dhe shumë të tjera. Por çfarë ka këtu? Ka pagesë abonimi. E tani, duhet dikush t'i dalë në krah mualimit që këto të mbulohen, t'i plotësojë mektebi kushtet digjitale, por edhe aplikacionet, që ai pastaj me trajnimet që i ka bërë, mund shumë lehtë ti përdor ato. E dytë është të bëjmë bashkëpunim me aplikacione apo me materiale ekzistuese. Si për shembull, kohëve të fundit keni qenë edhe ju dëshmitare, keni parë këtë Hafizin nga Shkupi me kanalin e YouTube-s për video për fëmijë. E tani, përderisa ai ka arritur dhe është zhvilluar më shumë, pse mos ne të bëjmë një bashkëpunim me të
që të krijojë edhe kontente, të krijojë edhe mësime të përshtatshme për mektebin. Ato janë të përshtatshme për fëmijët, po për temat tona në mekteb që ne i ligjerojmë, të krijohet edhe diçka e tillë që me qëllim puna jon të bëhet pastaj edhe më e lehtë. Dhe kjo është mënyra që ne duhet të punojmë, të angazhohemi në këtë drejtim. Se me ndërtimin e një sistemi, aplikacione, programe të ndryshme, i bazojsh gjithçka në programin e mësim besimit dhe atëhere teknologjia i mësimi interaktiv bëhet 100% i përdorshëm. Jo vetëm ne të zbukurojmë mektebin me teknologji, pastaj teknologjia do ngele mbas. Hoxhëndror, me që ne jemi siç e cekët edhe në fillim, një gjenerat që jemi mes tradicionales dhe interaktives. Si mund të ruhet balanca e vlerave të tradicionales duke e përdorur edhe metodën digjitale interaktive? Balancën na jep neve Kurani famëlar, Allahu xhaleshanuhu, ku na thot neve që wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Pra ju jeni një popull mesatar i balancuar. Pra Islami e do dhe e zgjedh mesataren, rrugën e mesme. Por çfarë kupton në kontekstin e mektebit digital rruga mesatare? Që ne të mos jemi refuzues të teknologjisë, të mos ngelim pas me kohën dhe të bëhet ora e mërzitshme. Por në anën tjetër, nuk duhet të jemi të varur nga teknologjia, që atë mësimin në klasën tonë të e shëndrojmë në një sallë për lojrash apo orë informatike. Pra të zgjedhim atë mesataren. E si ummeten wasatan, që thotë Allahu xhaleshanuhu, ne të përdorim teknologjinë moderne, më të fundit çfarë është, për të përcjellur tek gjeneratat e reja misionin më të vjetër dhe më të pastër të njerëzimit. Pra ajet që ka pejgamberi alayhis salam e përcjellim në gjeneratat e reja nëpërmjet teknologjisë. Me fjalë të tjera, do të përdorim metodat më të fundit për të përcjellë mesazhin tradicional. Shumë e vërtetë. Hoxhëndruar, me që jemi edhe në fund të podcastit, cili është mesazhi juaj për ndjekësit, shikuesit, fëmijët, prindrit për në fund? Mesazhi më së shumti do të përqendrohet në mualimet tek ne, të cilët dëshirojnë të aplikojnë metodën interaktive, teknologjinë e informimit dhe komunikimit nëpër mektebet e tyre, duke nisur nga fakti se koha ka ndryshuar dhe është duke ndryshuar, por të mundohemi të ruajmë misionin, themelin kryesor të mektebit. Kështu që nëse duam ne që mektebi jon të jetë aktiv, të jetë sa më afër fëmijëve, duhet të përdorim teknologjinë më të fundit. Gjithashtu duhet mektebet tona të ecin me kohën përpara. Duke ecur me kohën përpara, ne Islamin e mbajmë të gjallë tek gjeneratat e reja, të cilët pastaj ata do e avancojnë, do e zhvillojnë dhe do e zgjerojnë edhe më shumë. Kështu që do të bazohemi në disa pika kyçe dhe me këtë do e përfundojmë. Pra, të mundohemi me bashkëpunim të furnizojmë mektebet tona me digitalizim, të krijojmë materiale cilësore, e posaçërisht më së shumti na duhet neve në gjuhën shqipe. Janë në gjuhën angleze, edhe pse fëmijët flasin gjuhën angleze, por të përqendrohemi në gjuhën shqipe dhe të krijojmë dhe të mbajmë seminare dhe trajnime për mualimet tonë, që mësimi besimi islam nëpër mektebet tona të jetë shembull për të tjerët. Jo të jemi ne gjithmonë të fundit, por që fëmijët, shkollat e tjera të marrën shembull nga ne, nga se fjala e parë ka ardhur lexo e mëso, e ne do të jemi shembull, jo tjerët të pa. Ne do të jemi para të tjerë. Hoxhëndror, shumë faleminderit për këtë trajtim kaq të bukur të kësaj teme, një temë më së nevojshme. E keni qelluar kështu fiks fare temës. Është një temë e cila sot ne shumë kemi nevojë ta trajtojmë, por edhe ta implementojmë në sistemet tona të mësimit. Allahu xhaleshani ju shpërblet dhe faleminderit që ishi pjesë. Amin. Faleminderit edhe juve. Zoti ju shpërblet, Zoti ju ndihmoft, suksese në të ardhmen inshallah. Gjithashtu edhe ju sukses. Të nderuar shikues, ashtu siç e tha edhe hoxha i nderuar, sistemi interaktiv tashmë nuk është opsion, por është obligim,
është zgjidhja e vetme me të cilën mund të shkojnë përpara fëmijët tanë për të arritur qëllimet që i ka mektebi. Mirë po, edhe pse jeta digjitale është pjesë e fëmijëve tanë dhe pjesë e jetës tonë të përditshme, duhet jemi të kujdesshëm për diçka. Ashtu siç është një thënie shumë e bukur se telefonat u krijuan për të afruar ata që janë larg, ndërsa sot po përdoren për të larguar ata të cilët janë afër. Dhe ne duhet ta përdorim teknologjinë, të përdorim telefonat edhe për t'i afruar ata që janë larg, por t'jemi të kujdesshëm që mos t'i largojnë fëmijët tanë prej nesh dhe të mos na largojnë neve prej fëmijëve tanë. Mos harrojmë se teknologjia është shumë e dobishme për fëmijët. Mund të mësojnë gjëra të ndryshme dhe të shumta nga teknologjia, por pjesa më e rëndësishme asnjëherë nuk mund të mësohet nga teknologjia, e cila është ajo emocioni, ndjenja, dashuria. Pra këto janë gjëra të cilat ne nuk mund të presim të mësojë teknologjia fëmijëve tanë. Këto do t'ua mësojmë vetë. Mirë po, do të bëjmë një balancë, siç tha edhe Hoxha, mes teknologjisë dhe ndjenjave. Pra, ti kemi ndjenjat me fëmijët tonë, por ta përdorim edhe teknologjinë për t'i orientuar fëmijët tanë. Andaj, sistemi interaktiv tashmë nuk është vetëm opsion, siç thash edhe në fillim, por është një zgjidhje që duhet sa më parë të implementohet në mektebet dhe xhamitë tona. Andaj lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë neve të dobishëm, të bëjë fëmijët tanë të dobishëm, të bëjë prindërit dhe mualimet të dobishëm dhe të gjithë besimtarët të bëjë të dobishëm për njëri tjetrin. Deri në podcastin e radhës, ju lëm në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.